Pini një lugë uthullmore para gjumit, trajton me njerë këto 7 probleme. Do t'i ishte kohë t'ju pyesimin në qoftë se e njihni uthullën e mollës pasi kemi folur shumë në video tona të mëparshme. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, hekur, fosfor, vitaminën A, vitaminë B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karotenë të tjera, pa diskutim ky produkt është një depo e vlerave të larta ushqyese. Por këto vlera shkojnë përtej shijes së mirë edhe në ushqime ose në përdorime të ndryshme në fushën e kozmetikës dhe në pastrimin e shtëpisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Studime të ndryshme kanë provuar se konsumi një lugë çaji uthullmolle ndikon drejtpërsëdrejti në gjendje të mëposhtme shëndetësore si ndihmon në humbjen e peshës. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave të trupit të njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që do ta përshpejtojë atë, por do të nxjisë metabolizmin të djegës sa më shumë kalori. Ajo ka fuqi të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidantët e saj kryesor pektina i japin trupit tuaj ndjesinë e ngopjes, që është shumë e rëndësishme nëse doni të humbisni kilograme të tepërt. Ndihmon gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale, antiinflamatore të dobishme në fuqinë vepruese kundër bakterjeve në rast virozave ose keni inflamacione të laringitit. Uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një ndihmues edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Uthulla e mollës do të nxjisë prodhimin e insulinës në gjak dhe të shpërbojë karbohidratet toksike që qarkullojnë në organizëm dhe çojnë gjithashtu në luhatje të forta të sheqerit në organizëm. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, atëherë uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje produktive në largimin dhe lehtësimin e erës pakëndshme. Era e keqe e gojës në gjuhën mjekësore njihet me emrin halitozis dhe mund të vijë gjithashtu si rezultat i një sër faktorësh, përfshirë këtu diabetin, ilaçet që përdorni, higjienën e dobët orale, intolerancën ndaj laktozës, sëmundje të mishrave të dhëmbëve dhe të tjera. Uthulla e mollës do të vrasë gjithashtu bakterjet të cilat japin ndjesinë e freskisë së gojës suaj dhe mund të jetë një zgjidhje produktive në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje lehtësuese edhe kundër acideve gastrike të stomakut. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rivendosjen e pH-it normal të stomakut dhe neutralizon acidet gastrike fal veprimeve të saj antiinflamatore kundër këtyre shqetësimeve. Uthulla e mollës është një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Ajo është e pasur me element të lartë shëndetësor. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që jep asaj një aromë të fuqishme. Studiuesit nxjerrin në përfundim se ky acid është përgjithsisht i mirë edhe kundër bakterieve të ndryshme të organizmit. Gjithashtu, përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse e përdorni uthullën e tretur të mollës në dietën tuaj, do të ndihmoni gjithashtu të keni një stomak më të shëndetshëm dhe me sa më pak probleme. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber e cila do të mbrojë shëndetin tuaj të stomakut dhe do të parandalojë gjithashtu një sër komplikacionesh të tij. Përveç tretjes dhe problemeve të tjera të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si një laksativ duke zgjidhur çështje siç mund të jenë për shembull edhe problemet e konstipacionit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe në rregullimin e pH-it në organizëm. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Duke dhënë rezultate fantastike në këtë drejtim, do të kthehet në një aleat të fuqishëm në betejën kundër këtyre problemeve. Uthulla e mollës është një zgjidhje lehtësuese kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm i organizmit që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë mjaft të mirë kundër mykut që vret zona të ndryshme të bakterieve në organizëm. Uthulla e mollës do të largojë toksinat. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mërqisë.
Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthull mollë në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Uthulla e mollës e tretur në ujë do të ndihmojë në rregullimin e niveleve të pH-it. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe gjithashtu edhe në rënien e kilogramëve të tepër. Historikisht, uthulla e mollës është përdorur gjithashtu për të sjellë organizmit tuaj një sër benefitesh të mira. Ajo do të përmirësojë metabolizmin. Konsumi acidik i uthullës së mollës do të nxjisë një metabolizëm më të shëndetshëm, duke ndihmuar trupin të djegë gjithashtu më shumë kalori, duke përmirësuar kështu menaxhimin më të mirë të peshës tuaj trupore. Uthulla e mollës do të jetë një produkt pozitiv edhe në reduktimin e oreksit të tepërt. Konsumi një sasie të vogël të uthullës së mollës të tretur gjithmonë në ujë para ngrënies mund të zvogëlojë oreksin tuaj, duke ju bërë që të ndjeheni më të ngopur dhe të mbani shëndetin tuaj më të fortë. I kombinuar me një dietë të ekuilibruar gjithashtu dhe me aktivitet fizik të përditshëm mund të kontribuojë në humbjen e peshës dhe yndyrnave të tepërta trupore. Uthulla e mollës është një produkt i cili mund të ketë veti të mira antibakteriale. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale të cilat ndihmojnë në detoksifikimin e trupit dhe parandalimin e infeksioneve. Gjithashtu është e rëndësishme që ta përdorni gjithmonë të tretur në ujë dhe asnjëherë direkt nga shishja, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Ajo mbështet kontrollin e niveleve të sheqerit në trup. Ruajtja e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në trup është e rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm, veçanërisht për njerëzit me prediabet ose diabetin e tipit 2. Një rishikim i kohëve të fundit zbuloi se konsumi i uthullës së mollës ul ndjeshëm nivelet e sheqerit, nivelin mesatar të sheqerit në gjak me kalimin e kohës. Të rriturit me diabetin e tipit 2, nëse përdorin uthullën e mollës, mund të kenë rezultate të duhura, por gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun nëse merrni medikamente për diabetin dhe shtoni uthullën e mollës në dietën tuaj. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Një përmbledhje kërkimore zbuloi se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total të trupit. Rishikimi tregoi se përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg këtë komplikacion. Uthulla e mollës është një aleat e organizmit tuaj edhe në menaxhimin e kilogramëve të tepërt. Përveç përfitimeve të propozuara të sheqerit në gjak dhe kolesterolit, konsumi ditor i uthullës së mollës tregoi gjithashtu një përmirësim të ndjeshëm të indeksit të masës trupore në perimetrin e belit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përdorni uthullën e mollës në dietën tuaj, treteni atë në ujë përpara se ta konsumoni. Studimet kanë treguar se para ngrënies mund të ndihmoni oreksin tuaj duke e ulur me konsumin e uthullës së mollës të tretur në ujë. Uthulla e mollës do të mbështesë shëndetin tuaj të zorrve. Një studim shikoi se dieta ndikon në shëndetin e zorrve dhe sistemit imun të rinj pa kushte të lidhura shëndetësore. Pjesëmarrësit të cilët e përdorin uthullën e mollës në dietën e tyre patën një përmirësim më të mirë të shëndetit tretës në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Por, siç e dini, uthulla e mollës ka edhe anën e errët të saj. Nëse e pini direkt të patretur, ajo mund të shkaktojë acarimet e ezofagut, prandaj duhet të përdoret gjithmonë e tretur. Mund të krijojë irritime në stomak nëse nuk e tresni. Mund të krijojë gjithashtu edhe probleme me veshkat, ose të dëmtojë smaltin e dhëmbëve. Para se të filloni të përdorni uthullën e mollës si suplement, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj veçanërisht nëse po merrni medikamente të tjera ose keni kushte shëndetësore ekzistuese të rënda. Uthulla e mollës nuk duhet të zëvendësojë trajtimin mjekësor të përshkruar nga mjeku dhe nuk duhet të përdoret si një kur për ndonjë gjendje shëndetësore nëse vuani nga problemet e rënda. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.